Jam e martuar për 15 vitesh, kam 3 fëmijë dhe burri jeton jashtë. Ai vjen një herë në vit në pushime, kurse unë jetoj me prindrit e tij dhe çdo punë ja bëj vjerrës edhe vjerrit. Mirë, po vjerrës time nuk pëlqen. Më ofendon vazhdimisht, jo vetëm mua, por gjithë farëfisin tim, fëmijët mi mallkon. Dhe çdo ditë sa herë që hajm bukë, mua dhe fëmijëve na thot njefshi me hongër, mu njefshi me hongër ma. Kur ankohem tek burri, ai thot ajo është princesa e shtëpisë, ka të drejtë të bëj ç'të doj dhe çfarë doj dhe të thoj çfarë të doj. Të lutem më sugjero çfarë të bëj se s'mundem, se më janë duke mu bë fëmijët me traumë. Këta nuk janë njerëz, kjo shtëpia, po edhe ky që ka njësoj si babi dhe mami vetë. Qofse kjo që thua tu është e saktë. Në këtë rast gruaja ka drejt t'japi ultimatumin e fundit që këto gjëra mos përsëritet, thrasi babën e vet, thrasi vëllezërit e vet, dhe t'i japin këtyne specieve që s'janë njerëz, akoma nuk kanë rrit në shkallën e njerëzve, nuk kanë bërë akoma njerëz, janë akoma poshtë njerëzve, kjo lloj kategorie. Kjo vjerra dhe burri që thot nana është princesh, dhe kjo është sklavja, kanë mori sklavën, shërbëtore kështu me pagesë, me po kalamaj, dhe të japi ultimatumin e fundit. Nëse kjo specia që ky i thoka princesha vazhdon këtë lloj sjellje, gruaja ka të drejtë të kërkojë divorc, të ndahet. Tani unë nuk e di se ku do të jetoj pastaj, ku dëgjon se s'është problemi im ky, tani ku do të jetojnë edhe se a do të mori shtëpi me qira, apo s'është problemi im ky pastaj. Po që me fe, kësaj lejohet divorci qysh në momentin e parë që ofendohet, apo mallkohet, nga kjo specia që quhet vjerë. Se vetëm vjerë nuk është. Vjera e mirë trajton nusën si gocën e vet, dhe e shef si gocën e vet, dhe e mendon si gocën e vet. Po kjo vetëm vjerë nuk është. Gjithçka mund të jetë kjo, plaka, vetëm vjerë nuk është. Pra nuk e meriton, vetëm titullin dhe emrin vjerë nuk e meriton.